Lim Hoti, ish banori i Big Brother VIP Kosova, vazhdon të mbetet një figurë që tërheq vëmendje edhe shumë kohë pas përfundimit të rrugtimit të tij në shtëpinë më të famshme në vend. Edhe pse eksperienca në reality show ka mbaruar, duket se interesi i publikut për të nuk është zbehur as pak. Çdo postim, çdo lëvizje në rrjetet sociale dhe çdo detaj nga përditshmëria e tij kthehet shpejt në temë diskutimi, sidomos kur bëhet fjalë për jetën e tij personale. Që prej daljes nga Big Brother VIP Kosova, Lim ka zgjedhur të jetë aktiv në rrjetet sociale, ku nda momente nga përditshmëria, takime, projekte dhe her pas here imazhe që lën vend për interpretim. Ai ka ditur të ruajë një ekuilibër mes ekspozimit dhe misterit, duke mos zbuluar gjithçka rreth vetes, gjë që vetëm sa shton kuriozitetin e ndjekësve të tij. Publiku që ndjek figura të dala nga formate të tilla televizive shpesh kërkon të di më shumë për raportet e tyre jashtë kamerave, për miqësitë, por mbi të gjitha për jetën sentimentale. Së fundmi, një fotografi e publikuar nga vet Lim Hoti ka mjaftuar për të ndezur rrjetin. Nuk bëhet fjalë për një imazh të zakonshëm selfie apo për një foto nga ndonjë event, por për një detaj që ka tërhequr menjëherë vëmendjen. Krahu i një gruaje në të cilin shihet i tatuazhuar portreti i Lim Hoti. Edhe pse fotografia nuk jep asnjë informacion shtesë, pamja e tatuazhit ka qenë mjaftueshëm e qartë për të nxitur reagime të shumta dhe diskutime pafund. Një tatuazh me fytyrën e një personi nuk konsiderohet diçka e zakonshme. Në shumicën e rasteve, ai lidhet me një ndjenjë shumë të fortë, dashuri, adhurim, lidhje të thellë emocionale ose një simbolik personale që ka rëndësi të madhe për personin që e mban. Pikërisht për këtë arsye, ndjekësit kanë nisur menjëherë aludimet. Kush është kjo grua? A është një partnere e mundshme e Limit? Një fanse e zjarrt që ka vendosur ta përjetësojë në lëkurë? Apo bëhet fjalë për një situatë krejt tjetër, ndoshta më simbolike se sa romantike? Komentet në rrjetet sociale nuk kanë munguar. Disa e kanë parë si një shenjë të qartë se Lim mund të jetë në një lidhje të re, dhe se dikush ka bërë një gjest ekstrem për të. Të tjerë, më skeptik, kanë vënë në dyshim vetë autenticitetin e fotos. Në kohën kur teknologjia e inteligjencës artificiale po përdoret gjithnjë më shumë për të krijuar imazhe tepër realiste, është ngritur edhe dilema. A është ky një tatuazh i vërtet, apo një imazh i modifikuar apo i krijuar digjitalisht për të tërhequr vëmendje? Kjo nuk do të ishte hera e parë që figura publike përdorin elemente vizuale të forta për të krijuar zhurmë mediatike, apo për të mbajtur emrin e tyre në qendër të vëmendjes. Një foto e vetme, pa shpjegim, mund të bëjë më shumë bujë se sa një intervistë gjatë. Në këtë rast, fakti që Lim nuk ka dhënë asnjë sqarim zyrtar vetëm sa e ka shtuar misterin. Heshtja e tij është interpretuar në mënyra të ndryshme. Disa e shohin si konfirmim të heshtur se diçka ekziston, të tjerë si një strategji për të mos zbuluar detaje nga jeta private. Nga ana tjetër, është e mundur që fotografia të mos ketë fare prapavijë romantike. Mund të jetë një shaka, një projekt artistik, një imazh i realizuar për ndonjë set fotografik, apo edhe thjesht një rastësi që është keq interpretuar nga publiku. Por kur bëhet fjalë për personazhe të njohur, publiku rrallë mjaftohet me kaq. Çdo detaj analizohet, zmadhohet dhe kthehet në teori. E sigurt është që Lim Hoti vazhdon të di si të qëndrojë në qendër të vëmendjes, edhe pa folur shumë. Një imazh i vetëm ka mjaftuar për të rikthyer emrin e tij në tituj dhe për të hapur një valë të re diskutimesh rreth jetës së tij personale. Derisa të ketë një reagim apo sqarim nga vetë ai, fotografia mbetet thjesht një postim intrigues, që ka lënë më shumë pyetje se sa përgjigje. Dhe pikërisht kjo e mban publikun të lidhur pas historisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.